Lovrena Çobani është në video call. Ka vendosur që të vi me video call. Historia e saj, ish burri i saj gjerman, i ka marrë kujdestarinë të 3 fëmijëve. Dhe ka thot që në verë që nuk ju flet dhe nuk i sheh. E çuditshme gjithmonë kur gjykata jep kujdestarin burrit, është pak më e rrallë, po le të kuptojmë historinë e Lovrenës, e cila është në video call. Lovrena, përshëndetje. Përshëndetje. Nëse u gjeta. Unë të shoh ty, të shoh flamurin mbrapa, ku je në zyrë apo je në shtëpi? Jo, në shtëpi, në dhomën e pritjes. Po me mall për Shqipërinë. Patjetër. Me mall për Shqipërinë. Lovrena, sapo mësova vetëm nga një fjali që më ka thënë Lona për histori sot, duke qenë se sapo jeni mbledhur të tërë që keni telefonuar sot, më tha që ish burri gjerman, i kishte kjo fjalë që të ka marrë kujdestarinë e 3 fëmijëve. Çfarë ka ndodhur? Se është shumë e rrallë që një bashkëshort, një burr, domethënë të marrë kujdestarinë e fëmijëve. Çfarë ka ndodhur? Shumë pyetje me vend, unë do thosha ma ka marrë, unë do thosha ja ka dhënë, se nuk mund të merret kujdestaria në qoftë se institucionet të caktuara nuk mund ta lejojnë këtë gjë. Çfarë ka ndodhur është një histori shumë e gjatë, nuk di ku ta filloj dhe ku ta mbaroj, dhe ka vite kjo histori që nga momenti i ndarjes së më saktë gati 2 vite pas ndarjes, filloi akmarrja e tij duke më krijuar shumë pengesa si fillim domethënë në zhvillimin e fëmijëve ose në vendimet që duhet të merr. Ja gjithkohës nuk kam qenë vetëm, ka qenë nën dhe baba, më tepër baba se sa nën, mohabet tjetër ai. Dhe ka marrë vendimet e vetme gjatë gjithë kohës, por shumë e qetë, domethënë. Çdo me thënë që marrë vendimin e vetme. A keni qenë martesë? Sa vjet keni qenë martesë? Martesa, po pyeti me vend. Martesa ka qenë 10 vjeçare me letra. Ju jeni marrë me dashuri? Po me dashuri. Ka qenë 10 vjeçare në letra, por shpirtërisht më thënë ka qenë mbaruar që më përpara si në shumë çifte që njeh, Po, pse çfarë varet se si e shikon domethënë në lidhje me atë pyetjen tate. Çiftet kanë marrëdhënie në mënyrë të ndryshme. Marrëdhënia ime ishte vendosur, unë kam ide shumë të qarta domethënë për lidhjen, dhe aq më tepër për funksionin femër-mashkull në lidhje nën baba. Dhe vendimet ne i merrnim të 2 bashkë në lidhje me fëmijët. Dhe aty ku ishte ekspertiza ime i vendosja unë, dhe aty ku ishte, domethënë, me ekspertiza e tij vendosta ai dhe i bënim gjërat më thjesht. Domethënë një baba i cili nuk kishte interes për shumë vite për vendimet në lidhje me fëmijëve, në momentin e ndarjes 2 vite më vonë fillon të vendos pengesa. E kupton, aty filloi gjithë akmarrja. Darjen, për të kuptuar akmarrjen, Darjen e kërkove ti? Patjetër. Dhe mbas ndarjes, çfarë ndodhi direkt? Dhe pas ndarjes, ai u largua, ai nuk pati interes fare për të ndihmuar fëmijët, pasi fëmijët dihen pak a shumë, ishin shumë të stresuar, sidomos fëmijët e mi e përjetuan shumë keq. Unë kam qenë dhe vetme, përveç largesës që kam pasur në Shqipëri, kam qenë dhe vetme këtu, domethënë. Dhe ai nuk mori ato detyrimet që duhet të merrte një baba e parë gjithmonë unë e parë dhe na shumë i kesha të mia, po dhe na miqtë të mi, domethënë duke përfshirë dhe burrat e fortë në këtë histori, duke dhënë mendimin e tyre duhet të kishte kujdesur për fëmijët, dhe ai nuk u kujdes as ana financiare, as në ana shpirtërore, për fëmijët u largua 2 vite, kupton? Dhe pastaj u largua fare, më fal edhe një herë. Se unë e them gjithmonë, ju historinë tuaj dini shumë mirë, por neve nuk e dimë dhe duhet ta dëgjojmë kështu si për herë të parë. Më të thjeshtë. Pas ndarjes, më thënë, unë sa më bukur pasiune për zura në shtëpi, ka më tepër lezet fili ashtu. Ai domethënë 2 vite u largua. Më thënë u largua, vazhdonte jetën e vet dhe i shikonte fëmijët me detyrim në gjyq një herë në 2 javë. Okej. Dhe pushimet me i mbrinin, por të gjitha ato më thënë përsëri dolën tek fjalia e parë. E vendosi gjyqi kështu, domethënë, këto sa ai nuk donte fare, ishte për ata nuk ishte pik interesi. Dhe aty filloi gjithë ajo akmarrja, domethënë, dhe sot ka përfunduar aty që si përfundoi, si arriti ai, në qoftë se ai iku nga shtëpia, nuk u mor me fëmijët, kishte një herë në javë, si arriti që mori kujdestarinë e plot? Se kjo më habiti pak.
Atëre historik, më thënë, midis problemet që kemi pasur neve për vendosjen e zhvillimit të fëmijët, më thënë vendosja për shkollën, ku në cilën shkollë do vënë fëmijët, vendimet të tjera, në kalimi nga një, ose problemi që ka pas djali, janë temat më thënë që mua si nën më emocionojnë jashtëzakonisht edhe më rëmbejnë jashtëzakonisht. Djali ka pas probleme në shkollë, më thënë nuk ka pas djali probleme, ka pas shkolla probleme, të shjallia saktë me djalin tim. Dhe ai nuk është paraqitur. Djali pësoj probleme psiqike, ai nuk është paraqitur te psikologu, e ka thënë psikologu, nuk është paraqitur, nuk i ka interesuar fare kjo temë dashur. Dhe në momentin që unë kam kërkuar që ai të marri me gjyq 50% të kujdestarisë për fëmijën, ai përsëri ka kundërshtuar. Dhe aty ka dalë në ato momente institucione gjermane, gjyqi, psikologët kanë dalë në anën time dhe të fëmijëve dhe na kanë mbrojtur dhe kanë detyruar ato të bëjnë mediacion, domethënë është një, nuk e di, domethënë që përdoret mediacioni në Shqipëri. Po, bravo, fjala e dur, faleminderit. Dhe edhe aty ka ardhur me detyrim nga shteti, domethënë institucionet. Dhe pagesë financiare e ka bërë me detyrim nga shteti, e ka marrë me zor, domethënë sepse nuk e donte me dëshirën e vet. Dhe gjithë kjo loj pastaj ndryshua në rolet në momentin që ai bëri shumë gjëra, nuk e di domethënë sa rëndësishme është për të thënë, por shumë gjëra domethënë banale, shumë gjëra të ulta, një burr nuk e di domethënë, nuk pim burra, çose s'ka lezet. Bëri veprime domethënë jo të pahishme, aty domethënë unë mbush kupa dhe unë thash të e marr kujdestarin plotësisht në dorë, domethënë dhe në letra, se në dorë e kisha për dita fëmijët e ku ishin, gjitha vendimet unë i mira, gjitha problemet unë i zgjidhja. Po diskutonim tani me letër në mënyrë që ai mos të macaronte nervat, në mënyrë që mos të bëja një telefonat e thosha më duhet një firmë jote, një firmë e qelbër e jote, kështu i thosha tamam. Ose edhe ti nuk lëviz dot ja Gjermanisë të duash pa Alena atje. Bravo, është një gjendje nuk lëviz dot, me ndarjen e çiftit dhe një palë nuk lejohet televizia shtetit pa e firma edhe anasjeptas. Dhe aty ishte një skandal i madh që doja të vija në Shqipëri me çuna, doja të vizja në Turqi me çuna, do bëjmë shumë udhëtime. Dhe nuk më lejoi sepse ashtu ja sa truri vet në mënyrë një metodë shumë e trazhme më thon për tu aknar. Dhe aty për të loja që më të shumë bush kupa, gjithçka që unë kam bërë ose kam toleruar në thonjza për fëmijët, sepse në fund fundit ai është babai biologjik, dua s'dua unë. Tani unë bush kupa, thash dhe unë po kërkoj kujdestarin e plot në mënyrë që të jem e qetë nga kjo anë të pakën, se shere do vazhdoni gjithmonë, deri në moshën që fëmijët të bëhen burra të vërtet, këto probleme do vazhdojnë. Çfarë ndodhi kur kërkove? Më fal, kur unë kërkova kujdestarin, duhet të dish një gjë dashur që ajo që theti më përpara, po dhe në Gjermani në momentin që kërkohet kujdestaria 99%, mos them 100%, ma ka thënë avokatë sikur e merr kujdestarin personi që e ka kërkuar. Sepse asnjëri nuk do kërkonte kujdestarin apo nuk do kërkonte një gjë nëse nuk e kishte të drejtën, sepse nuk e se fiton ndryshe. Aty domethënë nuk organizuan nga u bë shumë falsifikime, si fillim fare domethënë filloi falsifikimi i parë nga institucioni i mbrojtjes së drejtave të fëmijëve që këtu quhet Jugendamt. Nuk më lejuan të vija në Shqipëri sepse ai tha që unë jam e çmendur dhe rrezikshme për fëmijët dhe një nisje në Shqipëri është e rrezikshme për fëmijët. Dhe neve bëm një gjyq, në atë gjyqin që bëm domethënë vërtetuam më vajta te psikologu, te psikiatri, bëja xhiro domethënë për doktor kot. Dhe i vërtetuam domethënë që jemi në rregull, nuk kemi gjëna policia, na ministria e mbrojtjes, të gjitha të pastra letra, dhe i paraqitëm, s'është me vërtet për të qeshur, dhe i paraqitëm të gjitha ato. Dhe fituam gjyqin, dhe mua më lejua të vija në Shqipëri atëherë, pastaj në televizja, pak si ka do vija në Shqipëri, po që televizja nuk ishte një rrezikshme dhe çmendur psiqike. Dhe pastaj domethënë u bëra atë që është hapi i fundit që po vazhdon ka një vit, domethënë mbushet viti, tani ka kaluar viti biles, kemi një vit e gjysmë për vetë gati. Në qershor të vitit vjet, domethënë unë kërkova të merrja kujdestarin e plot. Dhe ata i bën gjërat domethënë siç u interesojnë atyre. Një sekondë, shiko se ti e thua këtë dhe po të flisje për gjykatën e Vajqarit, do thoja, e po mira e kështu janë këta. Po më fal, si u bë, pra në qoftë se ti ke mbajtur, ke pas prova që ke dhënë, që ke mbajt kujdestarin, e ke fituar kujdestarin, ke prova që ai nuk ka ardhur, prova jo ti, po ka prova që edhe në mbikëqyrjen e shtetit. Gjerman, po e theksoj. Dhe pastaj,
bër edhe këtë analizat të psikiatër, terapi, si mundet të ta marrë kujdestarinë e plot babai që ka qenë i pa kujdesshëm të marrë kujdestarinë. Domethënë se e thua kështu, po për ne është pak e çuditshme si falsifikokan letrat në Gjermani. Si u bë ka kjo? Se kuptoj. Këtë më ka thënë për punë e falsifikimit, domethënë se unë merrem me këto gjëra se s'më ka lidh puna, se kam punën e qetë të pastër kështu. Domethënë këtë falsifikimin në gjyqin e parë, domethënë që ne fituam, atë më ka thënë me gojën e vet avokatja ime. Avokatja gjermane, duhet ta nënvizoj gjermane, sepse çdo në shtetazi historia dhe gallatat e shtetit do jetë më mirë se ata që vinë aty. Dhe ka thënë që të kanë bërë, domethënë të kanë ndaluar, se më merri në gjykata vendimin, që të kanë bërë që ti të mos lejojnë të dalësh jashtë kufijve me fëmijët, është bërë një falsifikim. Atëherë si mund të bëhet një falsifikim me njëta logjik që krijon ti? Unë kam punuar për këto institucioneve gati 8 vite, vitet e para në Gjermani ku kam ardhur, kam bashkëpunuar me ata dhe rregullisht kështu që në momentin që ne shikonim që në një familje fëmia domethënë keq trajtohet, patën si kena 2 prindër direkte domethënë paraqit institucioni para derës, pa të lajmëruar. Mua nuk më erdhi njëri në shtëpi. As në lagje, as në një. Shikoj, po unë thjesht po e kuptoj. Me çfarë provash, me çfarë arsyetimi, ato ja kanë kaluar babit që ti nuk je denjë ti mbash fëmijët e tu. Nuk ke mundësi financiare fare, ke lënë mes rrugës, sepse edhe analizat, siç thua ti të paktën të shëndetit mendore këto dolën okay. Psikologët e këto të dhanë visto, nuk ka si problem green lightin. Në qoftë se ti e ke green lighting nga kjo, në qoftë se se edhe unë jam divorcuar dhe paka shumë i ditë arsyet, pra në qoftë se ekonomikisht apo mendërisht nëna nuk është e afta ta kujdesë për fëmijën, atëherë merr babai, po nëna edhe në Shqipërinë tonë, edhe në Vajçari që përmenda, me gjithë respektin, s'ka gjykatë, nuk mërziten ato. Po edhe atje ato do thonë absolutisht nëna ka prioritetin dhe për më tepër që e ka mbajtur nëna fëmijën. Prandaj këtu nuk po prapë ose nuk je sinqert me mua, ose nuk po ma thua tamam se çfarë arsyetimi, ma thuaj thjesht, çfarë arsyetimi tha gjykata. Ne vendosëm që në bazë të kësaj, po. Në gjykatën e fundit, pas tregoj të histori. Në gjyqin e fundit, po flasim të fundit që unë po luftoj tani gjatë gjithë kohës, se kupton, do po flasim për gjyqin para një viti. Në gjyqin e fundit është marrë një psikiatër psikolog pa lejen time. Domethënë këtu është bërë një shkelje e madhe në ana ligjore, ai ishte rrethëritur në gjyq pa lejen time, nuk ishte të drejtë të vinte në gjyq pa lejen time. Ata e bën këtë gjë, ndërkohë që në atë dyja palët ne kërkuam dhe ai të vizitojë në ana psiqike dhe unë të vizitohesh në ana psiqike. Sepse ana financiare nuk luante rol këtu. Dhe këta e thërritën, më thënë, për atë nuk morën, sa i deri së mur, s'ka diskutim, nuk morën doktor, mjek, le ta quajmë. Këto pak si psikolog apo psikiatër, por mua thërritën një. Dhe kur e thërritën në sallë, që nuk e dija fare kush isha, ju thash kush është person domethënë, pyeta as nuk se dinte. Në ato momente që unë kam luftuar për fëmijët, dhe unë kam luftuar më vërtet si një luanesh, nuk kam qenë kaq e sa mund të prezantojmë këtu apo mund të prezantojmë në një atmosferë tjetër, sepse është normale, është sipas vendit e kuvendi. Në ato momente ai në atë vend që ka qenë sa doli domethënë në lojë si person dhe sa kjo sa flet shpejt, sa kjo sa ngretonin, sa kjo sa ka shumë flet shumë emocionalisht. Do mori disa gjëra, më bëri ato komentin tim si më shikonte si analizonte, dhe kjo sa është smur psiqike, tha dhe nuk është në gjendje të kujdeset për fëmijët. Dhe çfarë kishin bërë tjetër? Kishin ardhur te rreth e rrotull dhe kishin kapur për shembull një ditë që kisha lënë xhalozit, si thon rolot, si themi në shqip. Kisha lënë ulët. Dhe kishin kapur që kur i lë rolot ulur, unë me vërtet jam depresive. Dhe të gjitha këto mënyra që më fal vjen, çfarë ishte? Nështë tendat apo jo? Tendat. Po, tendat, Grilat. Po, që s'duan dritën, po. Dhe të gjitha këto do më thënë si më pa muaj, do më thënë, se si më analizoj muaj në interpretimi vet, e çoj deri në pikën e fundit, ku treguar gjithë ato detajet këto palidhje, e çoj deri në pikën e fundit që kjo tha nuk është zonja as të lëvizin me fëmijët sa me makinë, sa. Do të thënë kjo që ose vetë në Shqipëri me makinë, kam bërë në Shqipëri, apo s'kam bërë. Kjo vetë në Shqipëri sa fëmijët janë në rrezikshmëri. Do të thënë ai gjithë kohë, çka time, a kupton? E bëri kështu gogol. Dhe ata filluan të kishin frikë.
Tani gjyqtarja, unë fola me gjyqtare në gjyqje, i thash, po çfarë po flet ky, thash prava në diell. Dhe fillova t'ia shpjegoja me argumentimet e mia, nga që unë vidhe nga kjo fushë, domethënë marr shumë vesh në psikologjia, në këto temat, në terapitë. I thash, shikoj, thash, tonaliteti, mënyra ime se si po luftoj për fëmijët, ja argumentova që kjo është thjesht normale. Unë kam marrë të pikase me ju, unë kam marrë të mbroj familjen, kur nuk po e mbroj babai, do e mbroj unë, është logjike. Dhe gjyqtarja atëre e pa domethënë arsyetimin tim dhe tha, okay, fëmijët do rinë tek ty. Domethënë ajo nuk filloi të kishte atë frikën që fëmijët duhet të ikin me vrap. Fëmijët do rinë tek ty, sa, dhe ne do e marrim mendimin të shohim kemi kohë. Dhe në atë kohë më ka thënë vetëm ka gjë. Nga që unë e nxora që ky po gënjente gjatë gjithë kohës, pse qyshtek unë nuk i di mbrapa kujtave, kanë marrë lek. Qyshtek është politike, mund të fillojmë ta mendsojmë shumë gjëra në këtë gjë. Tani ideja është që unë i thash, si mund të vendosni ju sepse ky erdhi këtu, nuk jam në praksis, normalisht një psikolog, një psikiatër të merr në zyrën e vet, por nuk quhet zyrë praksis. Të bëm lërsi. Dhe të kontrollon aty, domethënë je vetëm atë personi 1 orë, 2 orë, 3 orë, varet nga llojit e estimeve që bëhen, dhe pastaj aty vendoset diagnozën nëse ke diagnozë. Domethënë të njëjtën gjë që bëri dhe psikiatri tjetër, të njëjtën gjë që bëri psikologu, kam të gjysmë ditët e psikologut që ka për testime me mua. Dhe këta tani morën fjalën e këtij personi, sa shumë interesante, ndërkohë fëmijët ndetën 3 muaj pas kësaj që ky më bëri mua kaq të keq dhe të çmendur, fëmijët ndetën 3 muaj tek unë pas një problem, pas një kontroll, pas një ndalesë. Dhe pastaj janë marrë, sepse ti po do të vërtetë tani këtë të vërtetë tregoj se kjo është vërteta. Janë marrë mesazhet e mia që kanë dërguar në mënyrë shumë pa respekt, dhe unë jam shumë krenare që se respektoj atë person, dhe janë dërguar në gjykat mesazhet e mia personale duke thënë që shiko si flet kjo, një njeri normal nuk flet kështu. Më fal, pa respekt, se ka disa pa respekt kur e shan apo pa respekt kërcënim? Jo, me sharje. Dhe do të thënë, kjo thot, të shprehje që ti e ke sharë atë thot, është avokati e ti, tregojnë që kjo do të thënë është e rrezikshme, kjo është e keqe. Tani këta e morën fëmijët, se këtu është më e bukur, se nuk di çfarë të them çfarë të lëgë në gjithë kjo histori. Këta morën fëmijët dhe i pyetën. Dhe asnjë nga 3 fëmijët nuk tha, as mamaja është e keqe, as na kërcënon, as ku ti gjun, më the të tha çfarë kishin amencuar ta. Fëmijët u pyetën dhe të gjitha këto që fëmijët thanë në gjykat, nuk u morën përballë. Dhe ata kujtestarin. Dhe ata kujtestarin i zhburit. Po, dhe deri këtu ishën më thënë hecmo, kupton, hajt po merremi me thashë dhe me burrash, psikiatrësh. Tani këtu, domethënë, në momentin që u dërguan mesazhet e mia, aty domethënë ata thanë po sa kjo është e çmendur psiqike, e më the të thash, ndërkohë që pse të thash unë punoj në fusha të ndryshme, më thotë po nuk do më linte shteti gjerman të punoja që s'u do ishte smur psiqike. Dhe më fal, pyetje, sa muaj ke që tash ti nuk jeton me fëmijët, jeton burri? Ish burri. Ish burri, domethënë fëmijët janë marrë datën 23/12 dhjetor të vitit që shkoi, domethënë po mbushet viti për një muaj. Që ato jetojnë vetëm kur ti a i sheh? Si sheh fëmijët? Po, unë jam shumë pyetje e bukur e dashur, unë jam se ironizoj se kështu vajte kjo jetë, nuk të rinë gjithë kohë serios. Unë një herë në 2 javë dhe gjysmat e pushimeve nuk jam e çmendur e rrezikshme për fëmijët e mi. Këtu është një gjë. Ai rrit kujdese dhe ti ka gjithë përgjegjësitë, edhe për shkollën dhe për ushqimin, dhe ti shkon i takon një herë në 2 javë. Unë i takoj vetëm një herë në 2 javë, bëj pagesat financiare, se jam burri i shtëpisë më duket. Duhet të dish një gjë dashur, prandaj më thonë her pas here të ndërpresë ta sqaroj. Në Gjermani, nëse një nga prindrit është i smur psiqik, jo ana financiare. Ana financiare nuk është problemi, se kemi shtetin që gjyqzotit në ana financiare, po nëse neve kemi një prind apo dhe të 2 prindrit të smur psiqik, fëmijët nuk lejohen fare të takojnë prindrit. Ose do lejohen me kujtestari, do vinë në institucioni gjerman dhe do ta shoqërojë sepse prindi është i rrezikshëm për x arsye. Qoftë mendor, qoftë kriminal. Edhe në Amerikë kështu është, po. Nuk kështu është, po tek se ta më thënë këtu, sa i thon ti them të zezë zbardhë të zezë, më ta si themi në gjerman thon han mishin e tyre vetëm me dhëmë dhe se kuptojnë domethënë sa bllok që dalin, se tani mishi gënjej, po të njëjë çik me lëzë. Unë po ta them të një bukur. Një në 2 javë, dhe gjithë të pushimeve unë nuk jam e të çmendur. As e rrezikshme për fëmijët e mi. Pjesën tjetër janë rrezikshme.
Tashi, për pjesën tjetër, pse thua pjesa financiare? Ai ka i kujdestari të plot? Pse thua ti që i mbajun financiarisht? Shteti Gjerman ka bërë një ligj shumë të gabuar, se dojnë të politika, tani fusha ime preferuar. Ai ka kujdestarin, por është një ligj që unë duhet të paguaj për fëmijët, për mirëmbajtjen e fëmijëve në ana financiare. Dhe unë këtë e kam diskutuar me politikanët. Paguar gjysmën apo duhet paguash ti plot? Po plot. Domethënë, është shumë pa logjik, sepse në qoftë se një nën, nuk po e marr te vetja ime, nëse një nën po i lë apo një baba po i lë fëmijët, atëherë minimumi që mund të bëj është të plotësoj anën financiare. Unë nuk i lash, mua mi morën. Jo, që ka logjikë edhe ai ligji kur e mendon se këto ligje janë bërë kryesisht për gratë në fillim, se ato janë më shumë. Që në vërtet ai nuk e rrit, nuk ka asnjë përgjegjësi dhe e mban ajo, po duhet edhe ai të kontribuojë si fëmijët e vet. Kështu që tash e kuptoj. Ka logjikë sepse fund ditës është për fëmijët, nuk është kontribut ndaj. Po, ligji ka logjikë në momentin patjetër është bërë për gratë. Po është bërë domethënë kur baba Llare domethënë po i lë nënat vetë, do pak të flasim në anë financiare. Ajo është bërë për gra, po tash të tërë do e ham themi ne. Ajo pastaj aplikohet në çdo rast, prandaj është ligj. Po ish burri tani është i lumtur që po mban të 3 fëmijët vet? Nuk e di se kam pyetur. Po mendoj, domethënë me sinë njoh, është i lumtur që arriti në një farë mënyra domethënë ta merresh, se aty është gjithë loja. Po ti ke 3 çuna? 3 djem. Po çunat si janë? Ç'a thon? Varet se shikon, fëmijët kanë kaq kohë, domethënë vajte një vit që në mënyra në ana psiqike janë të rënduar. Në ana psiqike janë shumë të rënduar. E shfaqin në mënyra më të ndryshme, dhe ne ka shfaqur të fundit fare që mi avën kundra. Kupton? Mi jam ultra, sidomos i dyti që për mua ka qenë shtylla mbrojtëse në shtëpi. Është kundër teje? Edhe ai është bërë kundra meje. Do thënë janë manipuluar në mënyrë, ishte pak e shumë e qartë, sepse duke kaluar dhe avokatja e dinte dhe psikologët edhe unë e di vetë në eksperiencë që kam, sa më shumë që të qëndrojnë me një prind, pak si ka babaja apo nëna manipulativ, aq më shumë fillojnë të ndryshojnë fëmijët, fillojnë dhe marrin dhe nuanca e prindërve, humbin ato vlerat që ka marrë në edukim. Vetëm më thënë të dy si i madhi dhe i dyti, do më thënë në ana psiqike janë do më thënë në një pikë e parë në onësinën që në momentin që unë do marrë fëmijët, që Allah po i marrë, se është një luftë shumë pafund kjo që ka filluar, ata për mua duhet të hynë në terapi, për shumë arsye, dhe nuk e shkoj vetëm unë shumë, kam kontaktuar me kolegë të mi, domethënë ata duhet të bëjnë një terapi për të rikthyer aty ku janë, në mënyrë që dhe unë punën si nën dhe si baba ta kemë të lehtë. Dhe sa djali i tretë lufton akoma për dashurinë dhe për kohën time, patëm një gjyqërën e fundit, ai donte më tepër kohë me mua, sepse atje e keq trajtojnë, dhe këtë ka dalë. Do të djali shpyturën e fundit në gjyqë ka thënë babai më godet. Dhe në Gjermani, kur një prind godet fëmijët, vjen institucioni i mbrojtjeve të drejtave të fëmijëve dhe paraqitet para derës dhe ta merr fëmijën, është ligj. Tani ligji për Gjermani nuk funksionon, për shqiptarin funksionon, nuk arrit ta kuptoj një çik. Duhet ma sqaroj ndonjë që ka më shumë tro. Fal, ky ish burrit financiarisht apo çfarë ishte? A ka leka? A ka pushteta? Jo. Më thënë thjesht çdo njeri, çdo qytetar normal, jo, nuk ka pushtet. Ai ka në krah institucionet gjermane, kjo është gjithë. Se është gjerman po thua? Ti po thua që është një zgjedhje raciste? Unë me një që kanë bërë, më thënë në detaj them, përveç se raciste është dhe politike. Po pse është politike në rastin tuaj? Çfarë i leverdis shtetit ta bëj këtë gjë? Pse mendon ti? Fjala shteti është e gabuar e dashur. Jo, shteti janë njerëz të caktuar që punojnë në shtet. E kupton, shikoj në qoftë. Po çfarë leverdie kanë për ta kuptuar këtë pjesën politike? Çfarë leverdie kanë që një gjerman X, si qytetar gjerman, të marr kujdestarinë e plotë dhe mos e jap tjëmës emigrante. Ku është interesi këtu? Që ta kuptoj, se nuk e di tani dhe çfarë ndodh ndej. Ata në këtë rast nuk është se po më godasin mua. E kupton? Ata në këtë rast nuk se po godasin fëmijët, ata në këtë rast më godasin mua. E kupton? Ata do më thënë gjejnë pikën e dobët, si emigrante. Pikën e dobët.
Jo, pika ime dobët janë fëmijët, nuk është fakti që unë jam shqiptare. Po pse të godasin ty si, pra ne po them kur thua politike. E para do të është racizëm, që do të thotë jo vetëm unë, por çdo tjetër që mund të ishte këtu, domethënë mundësia jo në kujdestarin, por në shumë tema të tjerë. Bëhet diferencimi, kemi racizëm të madh, kemi pak gjerman në vend, të cilët me vërtet janë në anën e emigrantëve këtu. Edhe unë e di shumë se unë punoj me ta dhe kam shumë të qartë se janë. Dhe sa pisa politike është pak i ngatruar, domethënë, ka pas një histori më përpara, domethënë, që është bërë diçka e vogël dikur me mua. Pa atëherë domethënë ishin ta gjermanët e fortë të bashkisë, domethënë që më dhanë mbrojtje mua dhe fëmijëve të mi. Dhe këto janë gjëra që njihen, domethënë, unë s'bet llaf për mua që jam një qytetare e thjeshtë. Po nëse kemi shumë politikanë gjerman, nëri të huajt, që bën lëllë pislëqesh, gjërat politike dihen dhe njihen dhe janë kudo, nuk është ndonjë gjë e re kjo. Nuk e njoh se çfarë bëhet tani në Gjermani, patyshim racizëm ka dhe sidomos kur është një vend si Gjermania që ka hapur dyert për emigrantët edhe ka qenë më mikprici nga të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, dhe patjetër që jo të gjithë gjermanët vetë nuk janë aq mikpritës sa çka qenë, ka janë kancelarët e vet. Po këtu është shteti, unë s'po flas për shtetin. Jo më habit që të reflektoj kjo arsyet politik të reflektojnë të një çift X të t'i marrin fëmijën. Pra unë nuk e di, nuk s'di çfarë them për këtë dhe kjo është një rast, nuk është as për terapi, kjo është një rast ligjor. Jo, kanë filluar lëvizjet në Gjermani kundër emigrantëve. Po kanë filluar. Po se ti Jona ke shumë kontakte me emigrantët andaj. Më thuaj pak më shumë, çfarë ndodh? Më tregojnë që se si u përplaset deri në fytyrë kur shkojnë të marrin për pjesën e dokumentave apo gjëra burokratike që duhet bëjë një emigrant. Edhe kjo ka nisur edhe përpara, jo vetëm tani, po tani është një lëvizje më e madhe, pra më e hapur e popullit gjerman kundrejt emigrantëve, sepse po shikojnë problematika që po hasin dhe ata kanë ato çështjet e veta të normale sa ushqyen portat aty prandaj. Dhe ka domethënë një lëvizje kundër dhe shumë të shfaqur, jo vetëm më të fshehur që më përpara kishin frikë gjermanët ta shprehin. Po prap un pak e çuditshme, më duket mua që nëse të shkojmë në rastin konkret dhe ulemi me rastin e Lovrenës, më bën përshtypje ndryshimi shumë i madh i sjelljes së partnerit në mënyrë drastike. Dhe vetëm sepse ndodhi divorci, ka këtë lloj shpërtimi apo se mund të ketë edhe episode ndoshta më përparshme që Lovrena mund na i tregoj, sepse ajo që më vret më shumë është përdorimi i fëmijëve kundër si mjetë dhe Lovrena po e thotë se si fëmijët po tani po i shfaqin pjesën e simptomave. Që ka nevojë edhe për terapi apo ka nevojë edhe për një ndjekje për të rikthyer në gjendje më përparshme, siç po thonte. Por në mënyra ose sjellja e partnerit, nuk e di, të erdhi dhe ty surprizë apo kishte nisur gradualisht që më përpara. Jo, gradualisht. Të më thënë, filloj që para ndarjes, akmarja në me thënë, ku unë të përjepja fundin lidhjes, filloj të akmerë, filloj të përdorë të shumë dhumë psiqike, dhe pse të thash pas ndarjes... Pse? Ka ndonjë arsye që e lidh pse ndodhi kjo ndryshim i sjelljes së tij? Unë ka të analizën time siç pari, domethënë siç thash me punën e shtetit, shteti është shumë social dhe e do migrantët, po flasim gjithmonë për ata pjesë të njerëzve që nuk i duan migrantët, pakën si ka e fshet, apo njëjta gjë është domethënë edhe me këtë rast. Unë ta them analizën, po të vërtet më thënë, e di vetëm Zoti dhe fëmijët e mi që ishin këtu. Shiko, në psikologji, s'dua të shaj asnjë burrë se unë punoj me burrat, unë punoj shumë me burrat sa migrat, edhe kam marrëdhënie shumë të mira pune me njerëzit, më respektojnë dhe respektojnë, por po flas për atë pjesë gjithmonë të meshkujve, të cilët nuk e ka përdyn dot kur femra domethënë e nxjerr për jashtë, e them unë kështu në mënyrë popullore. Lorena, bëj një pyetje, vendos mos përgjigjesh, po se ka shumë raste kur burri bëhet shumë keq, por ka arsye kryesore, të paktën nga ato çfarë un kam lexuar, kam ditur për çfarë ndodh kur e vë kalamajt kundër, një nga arsyet kryesore është dhe fillimi i një jete tjetër. Ke filluar një jetë tjetër ti, sidomos kur vë çunat kundër, se kam kështu, kam histori. Kam xhelozi apo thua ti? Që ka xhelozi? Po. Sepse kjo i shkakton, sidomos kur vë fëmijët kundër. Nuk ka qenë rast i tillë, domethënë që nuk ka qenë rast që ke krijuar një lidhje tjetër edhe. Jo, unë po të bëj analizën e pastër, domethënë. Unë po të bëj analizën e pastër, nuk po merrem domethënë, nuk po merrem una fare në
në përgjithësi, domethënë, unë po them kemi një situatë tani dhe cilat janë mundësitë e mundshme, arsye, unë po merrem konkretisht, domethënë. Këtu domethënë për atë betllaf burërie, domethënë, do të vë përmes veprimeve që ai ka bërë nëpër kohë deri tani, do të vëj atë burërin e vetë, domethënë, atë egon e mashkujt, do të kthej në vend. Kjo është, domethënë, dhe e dyta është përsëri, mos më keq kupto, kemi gjermanët shumë të zgjuar, kemi këtë psikiatrin, këtë psikologun gjerman, sepse janë institucionet gjermane, janë gjermanët, pak si puna ime tjetër hynë institucionet gjermane tu. Tani, kemi ne këta të cilët thonë të vërtetën, pak si ka së nga jeti. Po kemi pjesën tjetër që e bën grin të zezë, se nuk ka gri për ata. Dhe që ndodh tani në këtë moment? Dhe si shumë gjermanë të tjerë, shikojnë pjesën e temperamentit si sëmundje psiqike. Tani, a se diskutojmë sa të duash. Do me thënë, në qoftë se ne do marrim një situatë e parë në ana kulturore, kemi gjermanë të cilët kur më kanë parë mua se si kanë vajtur në shkollë dhe jam zënë dhe kam ulërit, ose kam për trup të ulërast, unë vdes për femrat që janë agresive, sepse ato thyen janë revolucionare, ato thyen norma të shoqërisë që ka vendosur shoqëria që vetëm mashkulli është agresiv. Sepse kur mashkulli është agresiv që nga i fortë, sa femrat që nga i fortë, nuk më korespondon mua logjika. Dhe unë kam vajtur atje dhe kanë thënë gjermanët që në luanesh, ama kemi pjesën tjetër të gjermanëve që thotë kjo është çmendur psiqike dhe ky është tek pjesa aty. Po thot diferencat kulturore se si shpërthemi emocionalisht, që gjermanët janë më të përmbajtur. I kuptova që nga mesazhi thash, kush e di, a do i kanë kuptuar atë mesazhin ata apo jo. Prandaj kanë gjykuar në pjesën e vlerësimit. Të përmbajtur, po e dashur varet në momentin sepse si e shikojmë. Dhe në Shqipëri kemi njerëz që nuk janë me temperament, janë diskutojnë tek qetë, e quaj unë. Okej, dhe ata janë rregull, gjithë janë rregull për mua. Por unë nuk e shikoj të arsyeshme dhe më janë shumë inat. Dhe unë kam shumë shqiptarë këtu që shikojnë shumë të arsyeshme mënyrën se si veprojnë përsëri. Si me më prek mua familja ime dhe unë të rjeqet të pi cigare. Që kjo s'ka kuptim për mua. Ai ka konta ati ta bërë. Lovrena ti ke tani të quash të çmur psiqike dhe këtë gjë ka bërë dhe me djalin tim. Djali im është shqiptar, mos them është lap fare. Djali im ka vepruar në mënyrë agresive në shkollë për të vetë mbrojtur dhe për të vetë mbrojtur gocat e shkollës. Jemi sëritur në shkollë, unë kam thënë, ty nuk kemi dekorat që ai ka mbrojtur goca. Është një mashkull që mbron një femër në rrezikshmëri. Ndërsa ky sa djali im është i sëmur, duhet të merren masa në shkollë. E kupton më thënë sa ndryshim të madh kanë dhe këtu janë dy probleme. Është e rëndë mënyra se si gjykata e përdor pjesën e vlerësimit psikologjik, pa qenë një vlerësim psikologjik, pra të etiketon si të sëmur mendore, pa kaluar këtë proces. Dhe kjo është diçka për të marrë në konsiderat kundrejt tyre. Patjetër, po tani nuk kanë gjetur të gjykata e rendit të dytë, dhe gjykata e rendit të dytë nuk, po pse po kjo ka vend të ri kjo logjik, domethënë që skandali po bëhet. Unë bëra ankesën në gjykatën e dytë dhe odha domethënë atë gjykatën e parë odha në gjyq, domethënë vendimin, dhe thash rishikojeni. Ata nuk tentuan fare të më thërisnin, mua të më shikoni një herë kështu, sa isha 1 metër a 2 metër, dhe thanë, kapitën e turpit, ata thanë kanë bërë punën në rregull. Se e kuptoj fjalën e partnerit tuaj, ish partnerit tuaj kundrejt jush, po një gjykate, e thënë kështu, është shumë e rëndë. Lovrena, ti ke që në verë që s'ke takuar dy djemtë të parë, dy djemtë të mdhenjë. Për me thënë, djali i madh, tamam, ka qenë para korikut, më thënë 2 muaj para korikut, i dyti që ditën e korikut, më thënë ditëlindjesime, ka qenë erën e fundit këtu, dhe i treti vjen më takon nesër vetë e marë, vjen më takon edhe qando me thënë të djelën, nuk do të kthehet tek jati, sepse aty e keq trajtojnë, dhe unë nuk mund të bëj gjithë dote, kuptoni më thënë që shumë të prapi kemi ndryshime, në Shqipëri do lëvizje, do i pje makinës, do theje të ndihmoj e fëmin. Në momentin që unë e bëj këtë veprim kështu me atë gjarkun e nxehtë të nënës, me atë vendmbrojtjen për fëmijën, dalun e keqja përsëri, e kupton? Lorena, si ndihesh atë lloj boshllliku që ke? Nga të qenit nën e 24 orë me ta, si jeti tash? Meqense se okay, pjesa ligjore, edhe ajo që gjë që do të zgjidhet atje, po të pyes vërtet ç'është për ty kjo situatë? Boshllëku i nënës do thuash ti?
Po të vjen çdo ditë ikën se nuk ke as zhurmat e kalamajve, as shkollën, as qa hëngrë, si po flenë, si po e trajtojnë. Ke pyetje, ke djemtë tu kanë ca gjëra që ti nuk i përball dot, nuk ja shpjegon dot, sidomos djemtë mëdhenj. Dhe një herë 2 javë nëna është pak e pazakon, prandaj ti takoj. Ndaj doja të dija ndjesitë tash për te. Boshllëku në shumë e drejtë sepse është Loverna si femër, Loverna si femër ekziston gjithmonë, dhe është Loverna si nën. Dhe është Loverna si baba, po më tjetër ai, po Loverna si nën, unë kam mësuar ti quan boshllëku unë e quaj dhimbje, po që është e njëjta, janë fjalët që përdorim. E thash boshllëk fizik, domethënë pa fëmijët, e kisha më shumë nga që fëmijët të krijojnë një lloj zhurme në shtëpi dhe në jetën tënde shumë të madhe. Edhe është si heshtje. Shumë janë më temperament se unë, ma ka marrë komplet genin. Thash, mësova ose po mësoj akoma të jetoj me dhimbjen. E vuaj për dita, nuk ka gjë, domethënë ka arritur deri aty dhimbja sa nuk ka gjë që më heq mendjen, domethënë të jesh e fortë, të përqendrohesh, të kesh sukses, të vazhdosh projekte. Kjo është pjesa e Lovernës, ajo është ajo që e mbush ditën, e kupton? Por nuk është ajo që kërkoja unë. E kupton se s'po thua ti, ajo isha mësuar në mëngjes si pusja e përkëdhelja, i zgjoja në gjumi, ja mëngjesin e të tjera, se kam qenë dhe deri në momentin që më morën një nënë, domethënë që ka vendosur midis karrierës dhe mëmësisë gjithmonë 50-50 kur e thon. Kjo ka qenë vendosja ime, edhe kur ka qenë ish bashorti në shtëpi. E tani ma morën këtë rol. E kupton, domethënë është nuk më morën një projekt të vogël e dashur, një projekt 2 mujor. Po patjetër. Po më marrin projektin më të madh, aty ku unë kam dhënë shpirtin, do të thuash që çdo një nënë e ka dhënë. Unë e shikoj jo vetëm si nënë, e shikoj edhe në ana domethënë e bagazhit intelektual apo të ekspertizave të ndryshme në fusha të ndryshme psikologjisë, terapisë, edukimit, që unë jam shumë e aftë dhe shumë e njohur në Gjermani. Dhe tani domethënë më ka ngritur lart dhe tani si nënë më ulin poshtë, e kupton? Javë një puf edhe ta marrin këtë projekt domethënë. Dhe ndihem shpesh domethënë kam arritur dhe çunit të vogël ndihem bilesa më tha bukur, më tha mua, i bërë dhe ti racise, thash do bëjmë dhe unë, thash po më duke se do kaloj në kuptim figurativ. Ndihem si nënë gjermane, thash. Se nëna gjermane kanë fëmijë kështu projekte vogël. Nësa ne shqiptarë gjithmonë në vija të përgjithshme kemi projekte gjatë, e kupton? Ne edhe ku martojmë, vazhdojmë, kujdesemi, bëhemi merak për fëmijët, e kupton, janë ato pjesët e kulturës që na hajnë. Pa i sharë, domethënë thjesht për të thënë realitetin se si është. Dhe jam në një rol që nuk e sjell vetë, kupton? Nuk e kam sjell vetë. Nuk përderisa se kam sjell vetë, nuk jam e kënaqur. Po thash me dhimbjen unë kam mësuar dhe po mësoj të jetoj. Po me çunat me të cilët nuk ke kontakt me çunat e tjera, ai përpjekur do ditët. Sa vjeç janë ata sa vjeç janë tani? Po djali më është 15 vjeç. 18. Jam përpjekur aq shumë 15. Janë përpjekur aq shumë e dashur, sa pasaj fillon është një pjesë e imja, domethënë, edhe nën dhe baba dhe motre vëllai, nëse të thashëm po kaloj atë limitin tim, vendos një limitë dhe unë i lajmëroj njerëzit, i them mos kaloni se plas mina, e kupton? Unë lajmëroj, komunikoj dhe më respektoj atë kufirin që mëse dhe unë e respektoj kufirin e personit tjetër, e kupton? Dhe çuni domethënë arriti deri aty sa nuk është se po flas keq për djalin, por gjërat u trashën aq shumë në ana negative sa jo vetëm u vë mua personalisht kundra, por domethënë manipulimi ka qenë aq i madh sa i tha avokates babait ti tamam, që po dhe unë mendoj që nami im është e çmendur, është tumor psiqike domethënë. Ose ka dolë të gjithë, domethënë psiqiatër, psikolog, e parasysh ka palidhje. Dhe në kohën që unë të them domethënë që nuk erdhi për ditëlindjen time, aty ka qenë domethënë pas ditëlindjes, o trash muhabeti dhe më shumë. Dhe djali nuk tregoi më lojalitetin që unë kam mësuar fëmijëve, edhe pse janë të vegjël fëmijët e mësimit jam mësuar me lojalitet, doli komplet e kundërta.
Dhe unë aty domethënë vendosa për djalin e madh, vendosa vetë ta shkëpus lidhjen me të gjithë ata që më shajnë brapa krave dhe në fytyrë. Po shqyr zoti kam ja 5 veta se vetja ime që mendoj njësoj dhe kam shkëput me vendosje të plot dhe vojta jashtëzakonisht, domethënë, në atë mënyrën time, ndërsa me djalin e dytë të dalim tek ajo që pyete, po patjetër i shkruaj, nuk më kthen përgjigje. E telefonoj, nuk marr telefonin dhe i kam filluar, i kam ralluar atë marrjen telefon sepse bësh pengesë, ke parasysh. Dhe kam pritur që të bëhet i gjallë, po nuk bëhet, domethënë, nuk bëhet dhe fundit fare domethënë skandaleve para ca javësh, në 3-4 javë, ka shkruar te institucioni mbrojtje e drejtave të fëmijëve, ka shkruar dhe ka thënë që unë s'dua të kem kontakt me nënën time. Tani nuk e di si është vërtet, avokati ai më thotë që e ka detyruar ai, unë nuk isha atje, nuk pash gjë. Unë them njerëz siç kam gjë. Fakti është pakën si ka shkruar, kush ka shkruar, kush e detyroi. Fakti është që unë e marr telefonin dhe ai nuk më ngre telefonin. Unë shkruaj dhe ai nuk them përgjigje. Nuk e di, unë punoj me meshkuj, me pozitë dhe kanë shumë respekt për mua. Tani një qilimi i vogël s'ka respekt për nënën e vet. Është marrëdhënia ajo. Dëgjoj, po vetëm se është e tmerrshme Jona që pa ditur se tani unë jam një çik, të them të drejtën, Lovrena, unë jam pak nga profesioni, kam filluar gazetare, kështu që jam gjithmonë në dyshim për çdo histori që dëgjoj. Dhe do jem deri në fund të telefonatës dyshim, ti mund të kesh drejtat e plota dhe mund të besoj shumë njerëz që të njohin patjetër, po kam gjithmonë dyshimet e mia. Por te një pjesë absolutisht nuk kam asnjë dyshim që fëmijët nuk duhen përdorur. Nuk duhen përdorur dhe përderisa ato janë no contact në këtë moment edhe kanë qenë siç thua ti, pra ishin me ty dhe donin që të rrinin me ty dhe tani kanë kaluar atje. Në çdo rast, qof nga ty, qof nga ish bashkëshorti yt, diçka këtu ka ndodhur e gabuar nga të dy palët që dy djem që po thua ti janë në këtë moment kanë marrë vendim mos të kontaktojnë. Një gjë që nuk të ndihmon as në gjyq në rast se do ta vazhdosh prap luftën tënde për të rimarr kujdestarin. Kur dy prej tyre nuk shumë analizë e bukur. Tani në ana psikologjike dhe duke bërë një analizë të thjeshtë, duke menduar që nuk jam në natyrë, po jam një person i tretë, siç e kemi bërë gjithmonë në institucionin e mbrojtjes të fëmijëve dikur, kemi pas raste të tilla. Institucioni i mbrojtjes të drejtave të fëmijëve, sikurse dhe avokati im apo avokatë të tjerë kanë mundësinë të shikojnë nëse një fëmijë u pyet në gjyq dhe tha nëna ime është e mirë apo babai im është i mirë, pak më sigurisht një prim është i mirë, është kujdesur, sillet mirë me mua, sa gjëra ato pozitive dhe dua të rritë te ky prindër. Tani në momentin që rritet te ky personi dhe ka ndruar mendim, më vjen keq, po nuk po flas, po marrim kemi folur në shumë aspekte të ndryshme dhe ai personi që është një qytetar i thjeshtë, s'ka studiuar as psikologji, as për avokati, as për një gjë, dita mbledhi 1 dhe 1 bëjnë 2. Atëherë pse në këtë rast, kur raste të tjera është marrë një person, sepse këtu ka përgjegjësi, pse në këtë rast kur herët e tjera është marrë një person dhe e ka analizuar dhe e ka gjetur, ata kanë instanca të caktuara që e shikojnë manipulimin. Ka folur shumë në teori, duke folur me fëmijën. Dhe ata përsëri nuk po e bëjnë të analizë siç e bëjmë. Do të thonë, dalim te fjala jote, ata duke më bësh analizën, ata tani vetëm të gjyqi tjetër, gjithë lufta, gjithë ato kohë, gjithë ato legj, gjithë ato nerva, të pjesë fëmijën aktualisht, fëmia tani aktualisht u zbot vetë tek nëna thot. Ata nuk e shikojnë që ka manipulim në këtë rast, në raste të tjera e shikojnë. Tani unë do të bëj këtë ndryshe për të zhvilluar. Tani bëjmë analizë tjetër tek fëmia e tretë, që zotin bëra shumë. Tani ky i treti, po thot, po pyetit në gjyq, po thot babai më re, ajo tjetra më mirë me dhunë, më lën pa buk, po thot që këto gjëra, tani si ka mundësi, e manipulova unë, e manipulove ti që si jemi me fëmijën. Mundësia për të manipuluar është zero në ana ime, se unë se kam atë këtu. Atëherë kur fëmia u pyet dhe po flet keq për djatin, pse nuk marrin institucionet masa, pse nuk vetë te dera ta marrë fëmijën, ta mbroj. Se mos luhet ta mbroj, se dal kriminale po mbrojta fëmijën time. Jona, kjo është një rast që Ndoshta nga gazetarët ne I besojmë çfarë do lloj gjë që thonë. Juve, po. Kemi të dy. Prandaj është I burg I program.
Ne e besojmë edhe pa dyshim ajo që Lovrena thot, për mua ka vërtetësi. Patjetër do merret edhe pala tjetër edhe shikohet, por vërtetësi pse? Sepse kemi një përdorim shumë të hapur dhe kjo ndodh kur në divorce babai edhe nëna në shumë raste manipulojnë fëmijët. Nuk është një rast i pazakonshëm që nuk ka ndodhur. Kemi parë, por tendencat negative të një partneri mund të shikohen më përpara. Mund të ketë pasur edhe më përpara në momente që e ka sulmuar Lovrenën. Mendoj se Lovrena nuk të gjej momente ku Shiko, ne mund të flasim sepse pare se ku do të dali kjo temë. Unë shumë godas tek ndryshimi i shoqërisë, kam tjetër gjë, nuk e kam domethënë të flas për hallet e mia, po më intereson me fol, nuk duhet me zgjidh problemet gjithmonë. Po, varet se ku godet qëllimi i personit. Tani, a ka qenë, të bëj një pyetje më direkte Lovrena, a ka qenë në këtë formë me ju, domethënë që ju akuzonte tendencios negativ ndaj jush, edhe përpara se të hapej pjesa e divorcit. Atë shumë e do të them atë, duhet të si Lovern si nën. Atë ku ky ish burim, domethënë, që s'më intereson fare, domethënë po më intereson fëmia mua, ai thjesht ka në loj kop, e kupton? Si se po mos kesh fëmijë, ti fut një blok telefonit edhe miropafshim, po lidh fëmia, ky është problemi. Tani, ku ky ka filluar to hapat e para, domethënë që më shante mua si nën e keqe në mes të shtëpisë. Është ne djalë jemi dy, gjaku im 100%, është ngritur, dhe ka godit jatin, ka qenë që i mi, ka qenë i vogël, nuk ka thënë lëri t'i qetë nënën time, do të ngrit një fëmijë i vogël, s'po flasim për të rritur, dhe mbron nënën. E kuptoni më çfarë skandali është këtu? A mendon duke njohur fëmijët edhe partnerin, fal që të ndërpres, që fëmia do ndryshoj mendim ndaj jush? Pra ky manipulimi që jati ka mbuluar, do filloj të qartësohet me kalimin e kohës? Shumë pyetje me vend, do ta lidh me diçka të vogël për të bërë atë. Sofoj që pare më thënë që thatë që njihem të gjërat. Njihem dhe unë do të them diçka dhe pse s'ka të lidhje me të. Dikur dhe për prindrit e mi kam pas probleme të tilla. Unë nuk dua të shaj fëmijët e mi, po fëmijët e mi unë i përgatit atje janë aq të fortë, po me sa duket nuk u bën aq të fortë sa mendova unë, vërtet shumë veta thonë janë të vegjël. Kur unë kam qenë në moshën e tyre dhe mua më kanë dashur të manipulojnë kundrejt mina prindët mi pakën si ka, mua nuk më kanë manipuluar. Unë kam qëndruar kundër atë personit që jam mbledh shumë veta në fizik dhe kanë dashur manipulojnë mua që të kem urrëtie kundra një prej prindëve të mi dhe nuk e kanë arritur. Sot e kësaj dite jo. Po, e kuptoj që me fëmijët e mi, tani unë jam shumë e bindur dhe nuk e luam topi që fëmijët një ditë, jo vetëm fëmijët e mi, por është logjike kjo të gjithë, një ditë kur fillojnë dhe kthehen në vetvete, një ditë kur nuk janë të kontrolluar, të mikqyrur nga një person që manipulon pakën si ka kush është prindri apo mësuesi, fëmijët më thënë fillojnë dhe bëjnë analizën e tyre. Por kjo nuk ka vlerë për mua e dashur. E kuptoj që ju jeni shumë e lënduar nga fëmijët. Nuk e di moshën e tyre, ju thatë dhe pse janë të vegjël. 15. Sa ishte 15. Do të kuptojmë 14. Po. Do të kuptojmë vetëm diçka. Që një adoleshent zakonisht është pak egocentrik tek vetja. Nëse jati për shembull i plotson disa nevoja, ai mund ta shikojë jatin të favorshëm për qëndruar. Pra nuk është gjithmonë e lidhur emocionalisht çështja që duhet qëndroj me nënën sepse ju i përmbushni pjesën e dashurisë në një formë. Por adoleshenti ndodh që zgjedhet jatin nëse ai mund të jetë duke plotësuar disa gjëra më shumë materialiste ndonjëherë. Një arsye që mund të ishte pas kjo s'është dashur. As kjo s'është. Unë si më ka gjë, domethënë, ai është një person nacistët? E dëgjuar? Po. Ai është nacist. Ai domethënë dhe në punë dhe kudo domethënë arrin, si thua, të bëj për vete, të mashtrojë, të manipulojë. Dhe kur ai arrin domethënë nuk po flas për klientët si shitës që merret me shitjen e produkteve, por në çdo gjë. Unë kam jetuar me ato vitet e nacizmit edhe e kam vënë domethënë se si ai donte të arrinte në anën si çiken time të ata bënte copa. Tani kur si thot një miku im, kam një grua më thot për dita që je shëmtuar, dhe pse është buri fort, po fillon dhe po mendon që është shëmtuar. E kupton logjikën? Tani po flasim për fëmijë të vegjël.
Prandaj tash unë nuk jam e lënduar absolutisht në kjo jam. Unë jam e zhgënjur, jo. Unë jam e zhgënjur, dhe si të thash, për mua nuk ka vlerë nëse fëmijët e mi po e diun për X vite, se me 18 vjeç i nxjerrin gjermanët nga shtëpia, që shu dhe ai ka për t'i nxjerrë se gjerman, nuk ka kuptim kur ai ta kuptoj pas 1 viti, 2 viti apo 5 vjete. Unë më thënë, për mua diskutoj, se tha dhe dikush nga Shqipëria, bilis ishte njëri afër, me nga ca vite për sa mua i bëra blok, se kisha ngjetë merre me golling. Më tha, më tha se të babaj, vova. Nëse më të babaj, thashtu se s'vajte të një babaj i mirë që ne jemi ndarë në mënyrë të kulturuar, në mënyrë paqësore, dhe hajde tani dhe pse jemi të ndarë, sa ki plus çifte që ndarë, hajde të kujdesemi për ta fëmijë. Pa rëndësi ka unë, ke ti një person tjetër në jetën tënde, por të kujdesemi të përbashkët. Këtë gjë nuk e kemi, sepse ai është shikues në akmarrje dhe ha probleme. Përveç sa edhe ligjërisht, domethënë kjo 50-50 se është normale që ato të rritet e babait dhe për shumë gjëra mund ta duan babain dhe do ishte shumë mirë që ta duan babain e tyre. Çfarë do të keni ju të dy, ajo është fantastike që të kishte marrëdhënie mirë. Po është thjesht çështja që kjo lloj ndarje pastaj është e çuditshme. Shiko, të bëj një pyetje në fund, Lovrena, sepse kemi një tjetër në linjë që po pret për telefonat. Do ta zgjidhte një avokat shumë i mirë këtë gjë? Atëherë unë kam vajtur, nuk e di si ka po të them nga 20 pa frikë, ndoshta më shumë. Kam vajtur avokati më i mirë që brenda 5 minuta nuk ka humbur asnjë çështje, brenda 5 minutave fiton gjyqin dhe del për jashtë. Dhe tha, unë nuk kam fuqi dhe nerva të luftoj me institucionet, dhe një nuk është shtetje, me institucionet shtetërore, sepse flasim institucioni mbrojtje drejtave të fëmijëve ka shumë pushtet këtu. Nuk kam fuqi, tha. Dhe ti tha e ke çështjen e humbur, ti po luftun kokë, ma kanë thënë që në fillim, dhe nuk është i vetmi, ova ish më i miri dhe të tjerë që ma kanë thënë kështu, ata nuk duan ta kuptojnë. Po, e çuditshme që thot avokati këtë, që është i mirë, se avokatët thot fuqia është e vërtetës edhe lidhje që kanë dhe njohurisë, kështu që nga situatë Lovrena që realisht analiza e tij ishte si avokati ka për detyrë, nuk e di si në Shqipëri, avokati ka për detyrë të thojë të vërtetën, del me sukses apo jo, sepse në momentin që të gënjen, që thotë të dalë me sukses të jep shpresë. Si themi ne. Jo, absolutisht, po, shiko, me ato çfarë na theti ne sot, me faktin që me gjithë testet, me analizat, me faktin që ke mbajtur, do të thënë, nuk e di se çfarë të tjera, prandaj them unë që këtu hyn gazetaria pjesa ime. Me këto që na ke thënë ti, avokati të thoshte, okay, kemi një situatë, ka ndodhur diçka e padrejtësishme, hajde hedhim gjykatën, ose hajde çojmë në Strasburg, nuk e di unë. Pra, nëse ti je në të drejtën tënde dhe janë fakte që e kanë provuar që je në të drejtën tënde dhe që ka manipulim, sepse ti sipas analizës 1, 2, 3, 4 ke dalë mirë, ai avokat vetëm po t'ishte i zënë dhe amerta. Ai nuk e merr vetëm nëse është diçka shumë e vështirë. Po pra po është e vështirë, ai ta thash pra, ai thotë që nuk kam domethënë as nerva, as fuqi, jo kohë asnjë, sepse unë ndam që në telefonat muhabetet për kohën, e për pagesat e mëse të thash. Okej, jo kuptojmë që nuk është një avokat i mirë kur thotë nuk kam nerva. Jo. Ne ke gabim për mua, domethënë është mendim jot, jo e ke gabim, më fal, është mendim jot. Po, për mua dhe unë klientit tim, dëshirën që ka, nëse se realizoj, unë duhet t'ia them në mënyrë autentike, të drejtë për drejtë, që unë nuk e marr përsipër. Po, avokatët, ke dhe specialist, po ju grua avokatët, ndoshta që është marrë me këtë situatë, që mund të ketë know-how më të madh, njohuri. Avokatë kishe, grua kishe. E humbi çështjen. Po prapë nuk se me humbi, nisë shumë e fortë, ajo uzu me ata, ne uzum të dyja me ata. E kupton, të thashë një, shiko, unë se me një gjë të vogël në një firmë, unë e bëj punën shumë mirë ti, për marr po tani, një shefe domethënë që do të më pushoj apo një shef që do të më pushoj e gjen një hyçkë. Domethënë, thashë një, për mua këtu nuk diskutohet e vërteta, dhe unë nuk dua të marr vërtetën, më të vërtetën e kam në xhep, domethënë e kam vërtetuar 1000 njerëz, muaj për muaj te psikologu, te psikiatri, vizit, kur s'kam punë tjetër unë të bëj, nuk është puna tek kjo, nuk po diskutojmë këtë. Po diskutojmë domethënë që se vale se si koncepton. Ky nuk e merr përsipër, dhe unë ja kam për faleminderit se do më kishe marr miliona lekët më kot, duke harxuar lekët për një gjë që në fund fare po unë ai e tha shumë bukur dhe unë ja hoqa kapelen.
unë tha, nuk kapem me institucionet. Dhe psiqiatrit që më bën mua vizita, domethënë që më jep letrën që unë jam në rregull në Turte Kokës, domethënë, ai tha, e ke të humbur si çështje, domethënë, ai gjerman dhe e di domethënë se çfarë ndodhin këtu në vend gjëra domethënë përmes eksperiencës. Ai tha, e ke tha me institucionin gjerman, dhe unë më ngritën nerva, thashë po mirë, thashë tha, asnjë nuk ka fituar, po mirë vazhdo dalun e para që do fitoj, se më ngritën dhe mua nerva në moment se nuk është se kam të sigurt se do fitoj, jo. Ku ndret institucionet mbrojtja e fëmijëve, nëse ti i shan ata apo i hedh në gjyq, nuk fiton. Dhe për institucionin gjykatën e rendit të tretë tani, që dua ta vazhdoj unë, më thanë do zjasim me vite tani këto informacione që thonë gjermanët, sepse ata më japin këshillimin, ata e si funksionojnë gjërat. Kuptoj. Gjyshi tha do zjasim shumë, fiton pak rëndësi ka. Po ti mendon tha që ko e fitove për 3-4 vjet, për 3-4 vjet mua më bën çuna për të martuar. Lorena, more sot në telefon, kërkove të flisje, të ndaj këtë histori, është një histori që po ndodh në një shtet tjetër, se kur janë shpeshherë në udhkryq me ligjin, shumë njerëz kanë dëshirë të rrëfejnë në televizion në Shqipëri, sepse padyshim që institucionet mund të dëgjojnë, mund të ketë një lloj reagimi, ndërkohë që institucionet gjermane nuk e dëgjojnë këtë gjë, as bashkëshortë yt, as fëmijët e tu. Pse more sot? Çfarë do ti nga kjo telefonat për veten tënde? Çfarë do dhe çfarë do bësh ti me këtë çështje? Duke qenë se thua s'kam shpresë tek avokatët, nuk kam shpresë ligji gjerman. Çfarë do bësh ti dhe Në atë më kanë thënë të qartë, domethënë kjo që po bën është një çmenduri mësore. Okej, faleminderit rreth të parë për ftesën dhe për kohën. Biseda ndodhi domethënë në një mënyrë tjetër nga çfarë mund ta mendoja unë, por ajo që unë domethënë kontribuova ose mora kohën më saktë, nuk është domethënë absolutisht e përqendruar tek unë, tek vetvetja apo tek problemi im, domethënë kjo s'ka gjë. Në gjitha është pjesa e divorcit, domethënë tema e divorcit, ajo që mua më interesoi që qyra në këtë emision, duke parë emisionin e fundit që ishte shfaqur. Unë do të jepja një mesazh, ajo është kryesorja për cilën unë ndodhem këtu, gjithë femrave, pak rëndësi ka shqiptar para dhe gjermane, sepse dhe këtu kemi shumë. Është pak më mirë se Shqipëria. Por do të thoshja në momentin e parë nga unë, mësim që nxora unë nga jeta duke provuar në kurrizin tim. Nëse unë dikur thoshja nuk ndahem për hatër të fëmijëve, pa hyrë në detaje mënyrën e edukimit që kemi marrë në Shqipëri, do thoshja për hatër të fëmijëve unë ndava dhe do të i bëja në sot të shkoj si gabim që nuk e bëra pak më përpara. Dhe nuk e kërkova një analizë s'ka lidhje, domethënë po gjithmonë mesazhin që jap nuk e kërkova kujdesarinë e plot në moment, po gjithmonë nuk vetë krijova për fëmijët në emër të dashurisë, në emër të mëmësisë. Do t'i jap mesazh gjithë femrave në Shqipëri që në momentin që shikoni, jo në momentin e parë, por në momentin që s'mban më ujë pillafi kur e thon, të kërkojnë të drejtat e tyre më përpara dhe mos mendojnë për fëmijët, sepse në momentin që një nënë është e qetë, siç u ndava, unë kur u ndava atëre fjalimi dy thoshte mami ti gatuan dhe këndon gjatë gatimit e kërcen, nuk thye ajo Loverna nën e vjetër dhe Loverna femër e vjetër. Domethënë, bëjnë japi më përpara, mos mendoni për fëmijët, mos bëni këtë gabim që bëra unë. Ky është mesazhi që jap unë, thënë, që femrat të qëndrojnë të forta kundrejt meshkujve të dobët, sepse mua janë meshkuj të dobët, nuk janë meshkuj të fortë, meshkuj i fortë nuk ka këto probleme. Po ti çfarë do bësh tani me situatën tënde? Çfarë ke menduar? Domethënë unë do vazhdoj sepse ka një hierarki të caktuar këtu në Gjermani, domethënë nuk mund të shkoj në Strasbourg se më intereson mua apo se mendoj unë. Unë do vazhdoj në shkallën e tretë, me shpresën që do kaloj pak si shpejt, qoftë me përgjigje pozitive negative, pastaj në Strasbourg. Lorena, unë të uroj shpirt që të marrësh fëmijët e tu, ose të paktën të kesh kujdestari më të drejtë, më fair. Që të kenë edhe babain, padyshim le ta kenë babain, ta kenë aty gjithë jetës, po të kenë dhe ty, edhe që të rivendosësh marrëdhënien me djemt, uroj që t'jetë një fazë kalimtare. Unë nuk e di dhe se tash ti nuk jas në marrëdhënie me bashortin që të pretendojmë që mund të ishte një diskutim mes jush të dyve shumë njerëzor në një fazë, në një moment të caktuar, ndoshta kur të ftofet. Sa keni të divorcuar ju? Me letra vajtëm tani më shumë se 5 vjet, shpirtërisht
14 vjet, do të thonë sheret Po në fakt llogaria është që mas 5 vjetësh rregullohet situata, kështu që uroj që të jetë fundi. Nuk e di, ndoshta njerëzit ndonjëherë nga heqin emocione, gjërat bëhen më kuptojnë që janë edhe më të vogla, më të rëndësishme se sa janë dukur dikur. Jam psikologji të përgjithshme këto, unë bëj shumë psikologjinë e përshtatur me personin, me individin gjithpas. Jo, patjetër po. Neve unë kam qef që të bëj një mbyllje se nuk kemi as të pozitë që të bëjmë as Jona të bëj një terapi për 1 orë ose gjysmore telefonat dhe as unë që t'jap këshilla se historia jote është e jote. Por që këtë rast është ti e vetë zonja, ju e vetë je grua shumë e mençur edhe e shkafët edhe padyshim luftën tënde e ke nisur, nuk do ta lësh dhe nuk besoj që një nën e lë luftën e saj për fëmijët ndonjëherë. Kështu që unë thjesht të uroj që të jetë lufta, të ketë një fundin, domethënë lufta të triumfoj. Edhe dëshira jote për të qenë nën atje edhe fizikisht, edhe fëmijët e tu të kuptojnë një moment që besoj do rriten do e bëjnë. Dhe të falenderoj shumë që ndave historinë me ne. Kënaqësi, faleminderit për ftesën tuaj, ju uroj shumë sukses, mirupafshim. Faleminderit shumë. Doja të thoj dhe faleminderit që morën vesh për këtë historinë i shtetit gjerman. Jo se s'ndodhës, tash më të jemi gjëra ndodhin edhe në vende të tjera, por që janë delikate dhe se s'di çfarë thuar se ti e beson, nuk se besoj, po është në një vend tjetër. Edhe ka shumë gjëra që janë parë. Jo, këtu kuptojmë që edhe gjykatat janë subjektive. Nëse do ta varet se çfarë rasti të bie. Dhe njoh shumë edhe persona që kanë humbur çështjet vetëm sepse është gjykuar. Po patjetër në Amerikë është ke ata njerëz, janë njerëz të thjeshtë që vendosin vendimin tënd dhe përgatitesh, pra ti nuk do që atë avokatët thonë inshallah shkojmë në gjykat, u thon ndonjë klientë, le të bëjmë pamundë ta mbyllim tavolinë dhe jo në gjykat. Se po shkojnë në gjykat ka njerëz që qoftë edhe nga pamja nuk t'japin fare emocione. Mënyra si flasë dhe përgatiten, pra është teatër më vetë atje. Pavarësisht se kryesisht në pjesën më të madhe ja japin të drejtit, edhe pse ka pafund historira, po kryesisht prapë është si teatër, po ai nëse s'të pëlqen, s'të pëlqen. Nëse është me ty, më formosh. Janë njerëz të thjeshtë që kanë për detyrim që jury duty që quhet, që e kanë të detyruar shtetasit amerikanë që të marrin pjesë në jury duty. Ku 5 janë po. Ato me fat mund të zgjasin 2 ditë gjyshi, disave u zgjati sa Johnny Depp me muaj të tërë, me ish-gruan e vet, se ishin ato më vetë personazhe. Kështu që po është subjektive dhe varet se si unë mbaj mend kur kam qenë isha në Boston edhe kam bërë një debat në shkollë, sepse ja kishin marrë fëmijën një fëmijë shqiptar. Atëherë nuk ishte shumë emigrant. Ai i kishte gjuajtur me shpull çunit, djalit në autobus dhe pastaj lajmi ishte që ky ishte ankuar, më kanë marrë mua djalin, unë dua shumë këto të ndihmë sociale. Dhe amerikanët në klasë nuk e kuptonin, ndoshta edhe unë kështu jam shprehur shumë mirë atëherë, studente, por ndoshta jam shprehur që është pjesë e kulturës ato se kanë kuptuar, por i thash që nuk vërtet ai babai ka bërë gabim që ja ka futur me shpull me shpull anyways, po edhe në publik. Por t'ja marrësh fëmijën për një sekondë, se nuk është kaq kollaj, sidomos kur kalamaj dhe një gjë të gabuar që mund ta them të që është një nga dëmet më të mëdha që bëjnë shumë shtete të mëdha perëndimore, mund të jetë Gjermania apo Amerika, është ky vendimi për t'ja marrë kujdestarin, t'ja heqësh pritit biologjik apo familjes dhe kalon në foster family. Dhe unë kam njohur shumë fëmijë foster që ajo është çështje fati ku bie, të cilët janë dëmtuar 10 fish më shumë të fosterit. Unë di rast akoma më tragjike për këtë pjesë, ku janë nëna të cilat nuk marrin dot ndihmën psikologjike në vendet ku janë, sepse thonë nëse unë diagnostikohem me depresion, riskoj që të më merret fëmia. Depresion të rëndë, pra që ti mund të shkosh dhe në mendime për t'i bërë keq, por që janë mendime, nuk janë tentativa ose çrregullime të caktuara, pra është frika edhe për të marrë ndihmën e kujdesit shëndetësor. Ore, e marrin po ku e çojnë, se edhe ata të tjerë të hiqet taksa që mbajnë këto fëmijë foster families.
Kështu që një pjesë e tyre janë shfrytëzues, oportunista, janë familje që unë i di se i kam pas histori, i kam pas aty në shkollë. E di çfarë histori që lloj prindri shishin. Ata si fare ishte njëra bënte drog ose fusti meshku të ndryshëm, që ishte rasti në shoqësime. Fusta e lloj meshku ishte burri në Irak në një nga këto vende ushtar. Edhe ajo bënte vetëm drog gjithkohës. Por ama ishte dalë si nën përgjegjëse për të fëmijë, vetëm që të mos paguante taksat e shtetit amerikan sepse ti heqin. Kështu që edhe ai është një problem shumë i madh Amerikët duhet ta heqin si sistem foster family sepse nuk ka funksionuar. Edhe janë bërë shumë gafa, kështu që patjetër nuk dyshoj edhe shteti gjerman të bëj gaf. Gjithsesi që të tërë janë ndërzuar para kësaj çështje, unë vazhdo jam gazetare pak e çuditshme, por prap e tmerrshme që me fëmijët Në fund janë vetë fëmijët që pësojnë. Në fund të ditës kjo një çift që nuk e kanë gjetur gjuhën, fatkeqësisht, edhe janë akoma në luftë. S'kan gjetur paktën edhe nga e babai veç që të gjej gjuhën e përbashkët